Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kërkuar hapjen e një hetimi të plotë ndaj komunikimeve që sipas tij kryeministri Edi Rama ka pasur me Federica Mogherinin. Ish përfaqësuese e lartë e Komisionit Evropian dhe aktualisht rektore e Kolegjit të Evropës, Mogherini është ndaluar nga autoritetet belge në ndyshime për korrupsion dhe ky zhvillim sipas Berishës e bën të domosdoshme transparencën për kontaktet e saj me kryeministrin shqiptar. Ju bëj thirrje këtyre institucioneve të hetojnë marrëveshjen e fshehtë Rama Mogherini për ndërtimin e kampusit të Kolegjit Evropian në Tiranë. Ju bëj thirrje të hetojnë të gjitha emailët, SMS-t që Rama ka shkëmbyer me Federica Mogherinin për këtë çështje dhe në veçanti hetojnë komunikimet e tyre me telefonata të koduar Sky ICC Matrix, të cilat është vërtetuar se Edi Rama i ka përdorur në raste të tjera të korrupsionit ndërkombëtar, siç është rasti Mek Gonigal. Duke folur për mediat, Berisha bëri një krahasim të drejtpërdrejtë mes rastit të Mogherinit dhe asaj të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, ndaj së cilës drejtësia shqiptare po zhvillon hetime. Ai tha se autoritetet europiane nuk penguan procesin ndaj Mogherinit, ndërsa në Shqipëri sipas tij qeveria po ushtron presion për të ndaluar hetimet ndaj Ballukut. Qëndrimi ligjor ndaj Lubi Ballukut dhe Lubi Mogherinit është i ndryshëm, nuk është i njëjtë. Në Bruksel, Prokuria Publike e Bashkimit Evropiane dhe Prokuria Belge arrestuan Federica Mogherinin dhe bashkëpunëtorët e saj, basi atyre ju hoq imuniteti në përputhje me ligjin nga autoritetet kompetente të Bashkimit Evropian. Drejtësia nuk u pengua. Kurse në Shqipëri, kryeministri i Shqipërisë shndroi kryeministrin në zyrën e avokatisë të korrupturës Balluku për shkak të implikimit të tij direkt, siç faktojnë me dhjetra mesazhe në dosjen Balluku që ai ka dërguar vet Lubis dhe Erviz Berberit për tenderin e tunelit të Llogaras. Berisha kërkoi gjithashtu të bëhet publike çdo detaj nga takimi shtatorësh i zhvilluar në kryeministri mes Ramës, Ballukut dhe ministrit të drejtësisë Ulsi Manja. Kreu i Demokratëve pretendon se opinioni publik ka të drejtë të ditë çfarë është diskutuar në atë takim dhe nëse ka pasur ndërhyrje në proceset në vijim. Rama i thoshte se s'më lejon ligji ta bëj këtë, ta çoj në gjykatë kushtetuese, bien të dy dakord të thrasin për të urt Uluziu. Kjo është e vërteta. Dhe Uluziu, siç e dini, kontrolloi kamerat tuaja, pas një farë shkoi dhe u fut në takim. Uluziu natyrisht mbajti anën e Ramës. Çfarë i tha Lubia? Uluziu më shih pak drejt në sy. E Meku e qepi. Kaq, kjo sken, muret nuk kanë vetëm vesh, muret kanë dhe sy. Ai u ndal edhe te zhvillimet brenda Partisë Demokratike duke sqaruar takimet e nisura nga deputeti Ervin Saliani me demokratët në disa qytete të vendit, të cilët sipas tij synojnë riorganizim dhe forcimin e strukturave. Asnjë aktivitet jashtë forumeve të PD-s nuk mund të ketë ndikimin më të vogël në PD. Çdo aktivitet jashtë forumeve të PD-s është strikt privat, pa asnjë lidhje me Partinë Demokratike. Partia Demokratike është parti